Kam kënaqësinë që sot në kuadër të emisionit Një Kafe me Labin ja fillojnë bashkë me orkestrën e tyre. Për këndë kam fjallën, vlla e motër, a ka gjo ma kënaqësi kur janë dytë bashkë edhe dytë këndojnë për mrekulli. Kam kënaqësinë nderin që sot në kuadër të emisionit Një Kafe me Labin e kam Remzi Osmanin, Nejat Osmanin. Kam kënaqësinë që ju kam në studion e emisionit Një Kafe me Labin, e di që ju me njëre do të filloni me muzikë live, po mos harroj se edhe një ekskluzivitet vjen pikërisht nga këta të dy sot. Vjen edhe një videoklip sa ka dalë prej furrës që shtamore, kështu që vjen sot në kuadër të emisionit. Koha për juve, faleminderit që ju kam këtu.
cena zemave, o më dyti se vëtaja, se erda këtasëm, o më ratë damlaja, se erda këtasëm, o më ratë damlaja, e lujma, 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 veline, e lujma, 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 shtatine, e lujma, 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 torene, o letna qelë sabahije, e lujma, 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 veline, e lujma, 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 shtatine, e lujma, 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 torene, o letna qelë sabahije. O hajde luj qyqe, hajde luj qyqe, o mori shyren, ti e kalle grej, qa pas ka lezen. Hajde luj qyqe, moj shyren, ti e kalle grej, qa pas ka lezen. O luj qyqe, ma ke pelin për dollar, ka palun po me qoni aredam, me jele gëdimi me ar, por to tut në psysh po t'mar. Oh, ma ke pelin për dollar, ka palun po me qoni aredam, me jele gëdimi me ar, por to tut në psysh po t'mar. O hajde luj qyqe, ko moj shyret, ti e kalle grej, qka pas ka lezen. Hajde luj qyqe, ko moj shyret, ti e kalle grej, qka pas ka lezen. Lujma, 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 veline, lujma, 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 shtatine, Lujma, 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 torëne, letna qelë sabahije. lujma, 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 veline, lujma, 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 shtatine, Lujma, 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 torëne, letna qelë sabahije. Ju lumt, hajdeni. Hajdeni bashka një këtona. Faleminderit shumë. Labi si je, Kongracin përshëndetje, që ju kam. si kalove, falderit. Hajde. Si Labi, ajo vitë se erdhe, kam knatësin, po del në anën tjetër, helen në mzjen në mes. Kam knatësin që ju kam në Faleminderit studio 100% live kështu. 100%. Se s'pune pak, hajde Lab, hajde se me mendu, se Po mendoj... dishur si mesi ditës pak herë të mbukë. A di që mendoj që e këna shumë së den, që ata... Apo thua, inshallah. Jo. Ju lumt, unë kam knatësin, se unë thash që ju kam në studion e emisionit Një Kafe me Labin. E di që shpesh herë kemi bisedu që t'ju kam në studio, po është knatësi kur ju kam në studia që të fundit. Për fund vita. Për fund vit, kështu që... Po Lab jemi ndëgju disa herë në telefon në realitet, po e dish edhe ti vetë, bukur shumë i angazhuar edhe pozitiv me në aeroplan, bukur shpesh edhe kështu që kemi bisedu shumë herë, pak koha s'po premton, po shqyqër Zotit jemi shnosh qef, po vjen momenti. Mirë, faleminderit shumë për ftesën, faleminderit për këtë mundësi që po na jep me nda me teleshikuesit tanë, me ardashësit e muzikës tonë. Sinqerisht, t'jemi sot live me orkestrin tonë, me grupin tonë muzikor që kanë ardhë Enkas prej Gostivarit. Ti prezentoj Asbend nga Gostivari. Premtimi
Armendi Arsimi Milazimi. Do djem shumë të mirë, që shkëlqyshëm që 7 vite bashk, faleminderit djem. Djemë të në di që një mikrofon për më duket e kanë, edhe djemë në anën tjetër është një mikrofon i cili do të kënkuadrohem ko pas ko edhe bashkë me ta. Unë e kam kënaqësinë se janë Azbendi dhe Pikrish janë prej Gosivarit, në anën tjetër edhe jemi bashkë këtu në studiot e emisionit Një kafe me labin. Vijone. Policia, ne ka denu sot policia, ka kanë ardhur pej Gosivarit. Ne kanë illënu. Ne ka denu pak. Me fillim kështu, që dojnë me saba. A shumë William? Ja. Veç për drita, thëjë. Emzi, unë thash që do t'a promovoj edhe ekskluzivisht një videoklip t'jujem, po deri sa t'vim tek videoklipi kështu, a ka gjo maknasi kur jetën gjatë gjithë kohës për t'uaj bashkë me vllaun, edhe këndoni bashkë? Valloj, pyetën e gjatin se unë nashti jem bo të thonë motra për vlla, ma dijet unë s'po foli, tash pyete vllavin, ma mjene të fol për motra. Me vërtet është kënaqësi me punu me Remzien bashkë. Më kanë ndihmue shumë, për këto i falenderoj shumë. Dhe një kënaqësi e madhe që ndarsma bashkë nuk kemi konkurrencë në veti, motra e vlla, kalojmë shumë mirë. Po, jo ma që i zonin mu ma pak, jo ma shumë. Edhe di që po hile ka njerë dy shujt e vallahi, mu ma nali zonin për veti që shëlshoj, kështu e di që... E di që motra vllavët e vllavë motrës nuk janë nali zonin, nuk janë shumë zonin. Gjitha ato vite, dhe më thonë të bonë në mëzije, dhe më thonë bagajit tënë, duke këndu, duke mundu të sjellë gjithmonë, edhe t'jeshën me kohën gjithmonë. Kështu që unë po të komplimentoj ma sporti për gjithë shka, që si duker, si e mon vetën, si gjitha dhe me thonë, ato cilat shpesh here edhe shikus, si shikus, pysin në anën tjetër, unë i postova edhe fotografinë, me një herën që jemi live edhe në Instagram, edhe në faqe zyrtaret Një kafe me labin, edhe vetë Remzien, sa vjeti ka, po ku vetet Remzia, qëre 15, po do ke 20, po do ke... Dëgjolab, është e vërtet se mu ma bojnë shumë këtë pyetje, edhe ndodhë që kur jam me një dasëm ose me një mramje, vjen personi, që është i gjeneratës time, thot, po qka puna jote, hic po plakësh prej kujt një, jem rrit me ty, me kongët e tua, po në fakt është rrit me mu, po unë shumë heret kom fillu me knu, si 12 vjeqare. Albumi imi parë ka qenë 12 vjeç kur i kum pas. Edhe atë nuk e di, ndoshta pak rregullimi, flok ma ndryshe, jemi dok ma të mëdhaja, ma të formume me veshje kombëtare. Njerëzit e kanë menduar që jam ma vjetër. Po në fakt nuk e kam atë moshë qysh mendojnë tjerë, sepse e din që më kanë dëgjuar moti tu kënu, po në realitet jam kon shumë e vogël kur kom fillu me kënu. Edhe kështu që nuk kam shumë vjetë, veç djalin e kam 21 vjeç. Nuk ka shumë vjeç, djalin e kam 21 vjeç. Veç djalin 21 vjeç. është e bukur kja. Po, zakonisht, unë e di që gjithmonë, gjithë këtë frymëzim në me tonë edhe gjithë këtë punë që e ki, gjithë këtë bagazh ndoshta, po gjithmonë në vrapa e ki pas një njeri i cili ndoshta të ka shty që mos më ndalë. Ai njeri nuk shifet kur, nuk del para kamerave, po o shtylla kryesore në fakt. Pa ato ndoshta nuk isha mujt me ardhur deri këtu, sinqerisht bashkëshorti im po bën një punë të madhe. Prej se mi njoft, ai ka punu për mu, nga njëherë dhe jem lodh shumë, jo i kam pas fëmijët e vegjël, jo të smutë, si që jam sot vetë pak pa qef, ko gjë e smutë me një grip. Ja, to nga ka gjitë krejt, veç të rrugë me rrëna. Edhe kështu që ka ndodhe kum lanë fëmijët me temperaturë, hajde dalmi, hajde se rritën, hajde kemi nonën, më kanë ndihmu shumë bashkëshorti edhe sot, po më ndihmon shumë, tash edhe në gjati, po jashtë hajrin. Po, me vërtet Alili edhe mu më kanë ndihmu shumë këtë drejtim. Se Alili të kanë ndihmu në këtë drejtim, në anën tjetër dhe më thonë edhe ti ke familje, po nuk do të thotë dhe më thonë që edhe ata nuk të shtynë, dhe më thonë edhe nuk t'japin edhe vullnetin një që t'jap Alili për shembull Remzies, edhe bashkëshortja jote, vazhdo në qatë, mos u ndalë? Po, ashtu për krah, non-stop. Kujdeset edhe për lukun tim nga njëherë, jo mos e vesh këto, ndreq, grim, frizurë. Frizura, po. Unë e shpeshere pyesi, thamë, qysh po dukem për sot, si gjithë, për grua gjithë, mirë, dhe me kësi gjithë, asë njerë ndryshim.
Lap ka njerë jo, fort e mirë, po, hajtë. Ja, më thuj. Ja, nuk ban. Adi, më s'ju mes edhe bosh, dhe më thonë edhe shikuzve, ata cilët janë, pikrish që janë bashkë me neve, edhe unë vish në Instagram, po e thëmë të unë që postova në zyrtare, në timën personale, 26 pyetje jonë, cilat me njerë i kanë parashtru përshëndetje për si cilit vend. Në thojnë... Edhe ne I përshëndesim. Lab, o Remzia për mrekulli. Faleminderit shumë. Ju përshëndetje shumë. Veçan mos ta kisha pas gripin. Përshëndetje, Lab për Remzia, Osmanin dhe Nejat Osmanin, shumë nga Sadri Violeta. Okej, faleminderit shumë, faleminderit, përshëndetje nga Zvicra, përshëndetje nga Shkupi, pyetje pa fund, përshëndetje nga Kumanova, Prizreni, janë nisën secili qytet tash secili vend. Faleminderit gjithë juve që jeni bashkë me neve, 35 janë për momentin. Kështu, unë e di që komente dhe më thonë edhe zakonisht I merë, edhe në anën tjetër edhe në fanpage-in tonë ki këgja, po nuk është që nuk I përgjigjesh, edhe nuk është që nuk e viziton edhe mu, ndështë atë pakten kur ki ko edhe për mi u këthy. Dë tash, në këtë rast dë dhe më thonë pa ju këthy atë më adhuruzve t'juj cilë t'i keni. Unë po flasë për vetë vetën, do shta kalon I kohë se kam angazhime, kam mbrëmje, do shta nuk mundem fort I lexoj, mirë po me I kthy me njëherë nuk mundem. Mirë po nuk shkon 3-4 ditë, 5 ditë, një javë, maksimumi, unë e kam e kthy përgjigjen. Edhe kështu që habitën, thot, nuk e kom prit, qysh na I ktheve përgjigjen. Edhe më kanë ndodhur shpeshherë në koncerte kur kanë ardhur, o zoti ma, po më duket që po të një jetë tonë, se veç që ka fol një herë me mua, që ju kom përgjigj. Se tu në pa në skenë, ose tu I përcjell muzikën teme, ju duket atë që më njohin. Kjo e ban se jam shumë e afërt me njerëz, afërsia, thjeshtësia. Afërsia, thjeshtësia, po mbi gjitha dhe më thonë, je shumë komunikative, në anën tjetër dhe më thonë, gjithmonë e busqeshur. Me mëngjes, dhe më thonë, edhe në aeroport, me mëngjes, pa gjë, pa krejt, pa kesh është e pa mundshme. Nuk e di, e kam prej shtëpijës, natyrë. Zio është ashtu. Remzi, sot që na dy të bashkë këtu edhe në gjati, 3 jena bashkë. Edhe unë shpeshere kom tonë, atë tonë më bëjnë vish kesh. Sidomos na ty që e prishmi gjithë ambient. Një laf I kill sheqer, a këtu sa sheqerin së të kalorësia këna me. Sot kam ju shku dita mbara, një kushe të prej pëstërma, dhe me meshë. Sot pëstërma. A, thu, bashkë, që ta më shtine me mendu. Dorë pëstërmës, më të më ka thirë kosh. Unë atë thiri. Am thirë. Që dhe në gjohë. Po thirë edhe unë. Jo, dhe unë kam që është e mirë dy që është dimnit kër e prinë pëstërme, nuk e di pse I mbledh njerëzit e tu. Tash po më duket që I kam vjetë veç qaja pëstërme në I fes, në I bajram, më I mbledh, se valloj pak problem. Këtë Facebook po shimi, po follow. Ta që një like me në copë mishin, që ta që isha përbohë. Jo, Copë mishin një like. pre mishin. Të ja gjuat figurën me mish, këtë të e vrejt, ja mo, bën e like, se të thira, s'mujta me thirë në dorë për stërmë, kështë që ta që Jo, majtë edhe e, po dhe në ditë sotit, valla, me rajt nuk kom prej për stërmë se të shojnë Facebook. Po, ata definitivisht. Po mundohë edhe me thonë, edhe pse 25 pyetje janë të fotografia, 25 pyetje edhe të kjo. Nga qëfar vendi vjen, okej, Kumanova. Nga qëfar vendi vinë në gjati edhe Remzia. Kështu që e din dhe më thonë shumica, po ndështë Rëzmaleve të sharit. Po, nga një vend mjaft I bukur, Një ujë mirë. unë kam vizitu atë vend bashkë me mision në atë kohë dhe kam qenë edhe pjesë e familjes në Remzia. Në atë kohë, kur ka qenë rruga, ka qenë pak e paregullume, tash me të vërtet është nivel, është mirë. Mirë, ajrin e kem të pasër, ujtë e mirë, qëtësi kem. Njerëz të mirë. Okej, ma më lërë për shtypje, një pytje. Përshëndetje, Nisha janë, ju lumë komplimente, suksese, kur dhe mu bo vjeha Remzia? Vëlloj, kur të kismet, kur e ka bo zoti emër, kam qef. Si krejt vjerat edhe une, po me do kongë si shumë që po I knojmë që të pritë që shtu, ka njësë më më thonë, ti që është dhe ta përjetër, se ka lajt I knojsh kongë që si e vjerë. Ku jeni për fund vetë, pysin? Ku jeni për fund vetë? Për fund vit, me thonë, me 1 janar jemi në Luksori, në Prizren.
unë Remzia dhe grupi Azment. Kurse me 31-in, si gjithmonë, në gjerin familjare presin. Vitin e ri në shtëpi. Nuk jem Ja, kem angazhime, në fakt kem dasma këtë periudhë tash para vitit 3 dhe mas vitit 3, edhe kështu që po e lam 31-shin gjithmonë të lirë me qenë me fëmijë, me familje, me festu. Me nishin luksori që thënë Gjati, janë të mirë së ardhur ata që kanë dëshirë me dëgju këngën tonë, me grupin Azment. Po më lënë dy me ta thonë qëta, përshëndetje nga Struga, përshëndetje nga Kumanova, nga Kërqova, nga krejt vendet, po më duket edhe në anën tjetër të Maqedonisë, po për e thamë, shumë e re për doke, Remzi për thamë. U brena të qyri vetin. Që të brendolje pak? Që vëzhe? Okej, shumë pyetje, po ndalshme, unë pa tjetër që këto momente shkoj deri tek bendi, një mikrofon ju japën, po. Unë kam kënaqësinë që ju kam, që të katërve këtu. Kush për nisi kështu? Okej. Unë zakonisht i maltretoj pak që shtu këjnë me band, për shkak se është interesant faktikisht që ju në aton të kufinit, këta këton të kufinit, edhe ju bashkon bashkë muzika, në për shumë ahenjë familjare, në për shumë bramje, në për shumë atmosfera të ndryshme. Diçka që si keni thonë kur që atëve dëve, që tash dhëtë mi thonë se cili. Që tash kështu, pa letra, që të pa dorza, hekini dorza. E di shka po dojmë me thonë. Që. Hajtë thunë që të lirisht. Për kush sot të joni? Nështë ka bëjnë. I lëllë, sa jonë, nështë ka bëj. Jo, nuk o kush i. Pa që umë jam, nështë ka bëjnë i shka Remzi më falë. Nalini kamerat. Veç na jena, kërkush t'pjoshe. Fëllë. Kush përna më shenë? Me kalzut drejt, kemi kalu mirë këto vite, do me thënë 7 vjetë bashkë. Edhe shpresojmë edhe 3 vjetë jemi bashkë, ta festojmë 10 vjetarin e bashkëpunimit. Kështu që s'kom kur gjo me shtu. Bravo. Ju falenderoj shumë edhe atyre për që në kam prit mirë këtu. Edhe publiku kosovar normal. Njerëz kemi kalu mirë në për ahengje, në për dasmë. Edhe besoj që do të vazhdojmë kështu edhe. Ka nis, ka pak Gjatë kohë, marrë derisa- njoti ta them ashtu. Kur po kam dasma, kur po na thirrin në përpërzën, a vini me qatë orkestër, mos harroni qato me marrë. Na veç ato Do me orkestër e thonë, kemi. kemi bërë edhe ne pak kemë këtu. Kjo është me e bukra. Okej. Që? Kjo e kërkumja është reciproke, më kupton. Ato Pa. ne edhe neve kur për na thirin, me Remzia dhe në gjatë. Kështu Pa ta që mos më hajde jemi një bot në përdor. varën njëri për tjetrin. A kemi thonë diçka që se keni thonë dhe i sot? Ndoshta kemi diçka, po tash. Okej, a dhe Jo thom. Prej tash e dy dje pak kur ushtrojmë na dalin senet ma mirë. Ma shpesh me shku në emision. Ma shpesh emisione për me ushtru ma tepër se pak pilom si na zgjon dhe kështu që Se këto boll vëllën çdo fund vitje sen kanë këngë të reja, se duhet mi ndjek shumë. Kështu Kështu që s'pus për mujë mi mrim, edhe su po takohemi ne atje këtu. Kjo është. Okej, atë Unë e desha ta përshëndes edhe Alilin, ato e përshëndeten, edhe Po. unë kam dëshirë, në emër të grupit gjithve, ta përshëndes Alilin, edhe do t'djem që na ndihmojnë neve që janë gjatë gjithë kohës me ne, sidomos njeriu i cili na transporton dhe kujdeset edhe për sigurinë tonë, edhe pse sot herë e parë që i ham një gjop, edhe atë për drita. Qërë ka njeve që të gjoba që të mirë. Jo ajo të mirë, ati që, jo të lezeshme, Audin, që, Po. Audin, hajtë për Çdo shambull, gjë ka herë e parë. ti shkon mas dasme, se kishe pas bakshishin, i kishe pagu me njëra, po ti qysh të ardë në emision, ti qysh. E ai person është Elies Astafa dhe e përshëndes edhe. Okej, faleminderit shumë, a të kujtu diçka? Jo, s'kem diçka special, edhe veç qatë që thanë edhe shokët me dhe vërtet ka qenë kënaqësi ky bashkëpunimi jonë. Këto vite që kemi punu, jo rastisht, kemi kaq gjatë që punojmë, dhe me thanë është shumë korrekt bashkëpunimi, edhe mendoj, inshallah vazhdojmë të jemi shnoshe mirë më parë, po inshallah vazhdojmë edhe shumë gjatë. Inshallah, shpresojmë dhe urojmë. Për ne është kënaqësi shumë e madhe, me të vërtet ka qenë një kënaqësi shumë e madhe që punojmë me Remzin edhe me Nexhatin, se ta them drejtën edhe shumë bende na e kanë zili, jo për
në kuptime keq të fjalës. Po. E kam fjalën se me të vërtetë është kënaqësi të punoj Edhe bashkëpunimi, sepse janë përveç që janë këngëtarë shumë të mirë, normal, edhe populariteti edhe çdo gjë. në anën tjetër janë njerëz pra janë. Njerëz, Pa diskutim. Familjar. Familjar. Familjar, i njohmi edhe familjet e Po, ashtu këtyre, normal. nusët e këtyre, hyme dalmi, thjesht jemi bon familje. Bile Jemi komunikojsha ma herët me Armendin, tashmër na ka marrë mallim jo pas në një periudhë, pak ka njerë kur s'pashimi, sinqerisht po merr mallim i pas, e mësu me këta gjatë gjithë verës. Në fund sezonës mushën syt me lot kur përshëndetna me këta që i krymi, përfundojmë çdo ditë që i kemi dasma. Kalojmë një kohë shumë gjatë bashkë, sidomos verës kur është sezona e kalojmë. Dankon jemi bashkë, përveç shumë. Okej. Kështë, faleminderit. Faleminderit edhe ty. Përshëndetje, Përshëndetje edhe juve. faleminderit. Manastiri, o. Po, jam nga Manastiri, është kënaqësia ime që ndodhem aty në Kosovë të televizioni 21. Përshëndetje për gjithë teleshikuesit të televizionit 21. A kemi shikueshmëri atje, hiç? Urdhë? Shikueshmëri a kemi atje? Po, ka disa, po. Nëpërmjet satelitit, po. Mbjan mirë. A kemi ju tonë që të vedeve në Ajsan? Po, unë jam i kënaqur që punoj me Remzien. S'kam gjësin të shtështoj, vërse më kënaqësia time është e madhe që punojmë bashkë, mirë kalojmë. Ajo është. Vëlla bëll prit api juve që naj kush pëtoni s'vynë sen, po veç mire, ti qysh veç mirë. Mirë shumë, mirë. Qysh e Remzi, po jo, vlad, duhet ka herë ka i sen me thonë. Ka njëherë, ndodhë në herë, nuk shkon mirë, nervozona ka pak, jo shumë, se s'ka nevoj më nervozu, se s'ja vlenë edhe s'kem arsye, edhe pjo tham, kur po ullën pa uspje, tham, o djemë për të mësysh për e baj, se shumë mirë i një konsante për të mësysh. Ka njerë për të mësysh duhet. Në gjatë a ki po, Remzi e nervoz në jera? O, ma mirë mësë me po nervoz Remzi. Po, a? Po, është e mira që qaty për qaty, edhe këthejet pra. Po që ajo është ma e mira. Ja nisë Mos me me kesh, më thotë shka ka nërmen, unë veç në goj, bam, edhe tani apet një. Lad, a është ma mirë me ta thonë nërsy, a ma sysh. Dasha miri ma thotë nërsy atë keqen që e me ndonë për mu. Të keqen e të mirë dhe thuma nërsy. Më më rajt, më së më rajt, na krejti shumë i gjona. Kur ta këqysh halë ma mirë, ma syve. A jo, valla ma syve, a disa keq me një prej tjetrit, ma mirë thumë direkt. Ti qysh sile, thumë direkt e kuptoj. Sani ma i mirë që të thue, drejt për drejt, ajo nuk ka. Nuk ka, gjëja ma e bukur që është, po më duke që ndodhë është qaja. Okej, unë e di që minutat veç po ecim, këtona është borë muj. 110 komente i kam në Instagram, dhe më thonë vish të unë personalisht që e kam, e pastaj nuk po vlas të fanpage ku 57 jënë, dhe më thonë, komente një vend, 25 komente janë në tjetër një vend. Unë kom e mundu, dhe më thonë, edhe këtu me mos mi me të bërë që mi letëzu edhe shpejt që ka diçka interesant, po tani këto momente po du më ndalë tek ajo pjesa që tashë në fillim të emisionit pas sa ka dalë prej furrës, që e thëmë në zakonisht është videoklipi. Tash para 3 dite e lansum videoklipin edhe patëm dëshirë edhe të ju me qenë musafir edhe për mes emisionit tanë me transmitu klipin. është punu mirë me FM Kreative, kemi punu, dojet bashkë me në gjatin, aktor, kanë marrë pjesë edhe aktor, ma mirë me e pa një herë, nuk e dija. Po du me pa, e pastaj për mu këty, besoj dhe uroj që ka me pas suksesin njëjtë, qërë kam pas duhet e dhe mirë po pëlqeje si fillim, sa i përket YouTube-ës mirë ka hetë, si fillim mirë po shkon, tash shofmi, presmi. Është edhe një rëmuj ka ndalë shumë kongë, tash për vitin e ri është e paparë. Këgja. Okej, si do që tjetë, këto momente ndalim të videoklipi, e shikojmë videoklipin, po mbi gjitha e dëgjojmë kongën, edhe jemi bashkë në studion e emisionin Një Kafe Milano. Moje mira e dynjas, jetuj fol shumë ran, nuk kam pike prej havas, n'ka boba benan. Oh, nuk kam pike prej havas, n'ka boba benan. Edhe mu more djalem kan boba benan, si ka zan dashnia në ty, po duhet me lan. Urime, komplimente për videoklipin dhe për kongën.
Kush e ka bërë tekstin? Tekstin e ka bo, Tekstin e ka bën Milajn Islami, kurse muzikën Ermëzia dhe Virusi. Aranxhuar nga Virusi, spotin jem kreativ, Milotin e përshëndesim shumë, kalojmë me të vërtet mirë me ta. Kaq. Remzi, unë zakonisht këto duete që keni bërë bashk, kam pas sukses. Në anën tjetër, kom komente këtë, kur dënë Remzia me bërë duet me dikën tjetër? Veç me nërgjati, me thëtë po bërë. me pyet në gjatin, se Gjatë. disi shumë. Kam kërkesa bukur shumë për zotin, po pak që jam të punu si shumë me në gjatin, pak mës mi përzi, mës me... Qka po di, po të mirë sa ardhra dhe me tjertë. Do të Pashtu po shyrmi. kërkohet ma shumë për publikut, më thënë. Jem Po mësu. pëlqen kongë ma shumë bashkë, me mua. Po e lirje nëse do në vë me dikan. Të ngoj. Nije. Qëre, sa mirë, da? Jo, po se dhe unë i baj do Edhe ky bile ma shumë se unë ka bo me tjetër kare edhe si këmë thonë kur gjo. Qëre. Ja, për parësi. Okej, në gjatë, Po, Barcelonën, a? Barcelona. Se bëjtë në gjatë për Barcelonë, pak që është adhuru si flakë. Shumë, shumë. Shumë pëlqen Barcelona. Po mundona diçka, dhe më thonë, edhe për ty, edhe për Remzien, dhe më thonë që me ledzu diçka, për shkak që thash shumë e shumë komente, mos ju mes bërgj, ku meta, se përshëndetje nga Austria, jeni shumë të mirë, vetëm vazhdoni për para, përshëndetje bukur po dukuni, s'po plakeni hiq. Faleminderit shumë që na kur kena me ditë po plak, kur hiq. Inshallah. Përshëndetje për Remzien dhe në gjatin, jeni shumë të mirë, uroj sukses, përshëndetje nga Hana dhe Melina, faleminderit shumë. A ka ndërmend të bësh në një duet tjetër, përveç vllaut, tham pakës më parë, e përgjigjem, përshëndetje nga Austria, e keni call krejt. Jeni të papar, faleminderit shumë, përshëndetje të veçantë nga Shkupi, faleminderit shumë. Remzia, a kishe jetu në Prizren, për krejt, thonë? Po, nuk është larë prej mushtishtit, kisha jetu në Prizren, pëlqen Prizreni, vendi qetë, me natyrë të mirë, e du natyrën, kisha jetu në Prizren, pse jo? Për dit jam Prizren në lapë që aty të ble materiale për fustonë. Përshëndetje nga Kosova Lindore, Presheva, jeni shumë të mirë, Remzia dhe në gjatë, kur keni marrë atë pjesën? Për shef do t'jena me 8 mars, Bravo. po veç për gra, është për burra. Po, për të Në marrë herë të tjetër. me vërtet jemi konë Preshev për 3 viteve, po kemi kalu shkëlqyshëm. Qatë shumë ka pas, sa që s'mujtën as me hy krejt mrena, po hajde bën ma një vend, po ku m'ju bo vend? Vetë na ke pru, vetë bana i venin, që kam thonë. Vetë na ke pru, vetë bana i venin. Interesant që kjo pyetje, a kishë bërë Remzia duhet me Dafina Zeqilin? Po, qysh jo? Me krejt kisha kënu, labë. Unë e di që Remzia me krejt, një merë dhe Vesa e kishë pas postu një ditë, një foto dhe qash është më borë mujë, dhe më thonë më përkejt portalin, më përkejt që... Ishim me një emision për vitin e ri në Oksigen, edhe Vesa ma ban me dorë prej atje, unë thasha, mua kujt, ty më i ty, hajde bëjmë një foto, thash, hajde për dalme, edhe e postoj foto, e pashe mirë, është pëlqy. Mirë Vesa, sho që e mirë. Dhe dullë që Vesa dhuron Remzia Osmanin dhe Çmanin si këngëtare të muzikës. Përshëndetje nga Dibra, përshëndetje nga Zvicra, përshëndetje nga Austria, përshëndetje Lab... A e bërë me këndu këngë buri për 7 gra. Okej. Tash kërkesa muzikore e ka njësë, po kërkojmë. Unë e di dhe me thonë në anën tjetër që shumë e shumë shikus presin, se sot mos më zgjatë shumë e bisedë. Jeni dytë këtu, dytë thash s'kan me mendu do me thonë asë shikus nëse kanë atmosferë festive në shpet që tash ata që kanë dorësën t'lap janë qojnë zonin deri në fund muzikën e kanë pishpiz kështë ma fare. Edhe kena mu këty prap ku kena me fol pak edhe për sezonën, edhe për angazhimet, edhe për mbrojmjet, edhe për koncertet, edhe disa prej pyetjeve që janë bë edhe të Facebooku, mi u përgjigjë se cilit. Kush cilit tash? Në gjatë? Po, në gjatë njësë, hajde. Sa këngë më të më nakru që tash? Po një balat, të të filloj me një balat, mas pastaj me ritmike. 2-3? Sa dush,
Sa tush. Ja, më janë njësë ashtu sa dush. Shiku sa për të një, të ndite. Jo, na të nditën krymë. Na me knuje. Na ke bëzor të i qkojmë vend, se kur shkojmë. Kur shkojmë atëre, zdi mu nalë. Se po vet, a kam pas vështir kur nga ti jam larguar. Se po vet, a kam gjet më mirë kur nga ti jam larguar. Se po vet, se trazon plagën që dhen, se po mështin tash me thon, kur më keq unë nuk jam kon. Shpëtu a me u përbyt. Bob, o bob, bob u bo me rena, lere sonte let flet zemra. Sot e kem shansin e dyt, me shpëtu a me u përbyt. Se po thu është rastësi që ne sot u takuam. Se s'po thu është dashuri, Zoti lutjet mi ka dëgjuar. Shumë kam dasht me firme pa, po i nati nuk më la. Tash me ty s'po mbihen syt,
Qasaj zemrës tane t'fala hiq manda Una zën përgjisht gati ja kam pa Ndoshta bukuria najher kam e t'lan Por dashnia në zemër gjithmon kam e u kon Nëse shkon për qefin e tem Zemra ime t'falet ven E që botën me ma dhan Kur ma vet nuk kisha lën Nëse shkon për qefin tem Zemra ime t'falet ven E që botën me ma dhan Kur ma vet nuk kisha lën Qasaj zemrës tane T'fala hiq manda Una zën përgjisht Gati ja kam pa Ndoshta bukuria najher kam e t'lan Por e dashnia në zemër gjithmon kam e u kon Mos I me fjallet hajgare Se po t'foli ashiqare Do shtë thuja fantazi Sa të duve qune di Mos I me fjallet hajgare Se po t'foli ashiqare Do shtë thuja fantazi Sa të duve qune di Qasaj zemrës tane T'fala hiq mënda Una zën përgjisht Gati ja kam pa Ndoshta bukuria najher kam e t'lan Por e dashnia në zemër gjithmon kam e u kon Qasaj zemrës tane T'fala hiq manda Una zën përgjisht Gati ja kam pa Ndoshta bukuria najher kam e t'lan Por dashnia në zemër gjithmon kam e u kon Faleminderit Okej, faleminderit lumt në gjatë Qasaj t'fala I bën, qasaj Edhe në t'fala I bën, qasaj zemrës tanë Qasaj zemrës tanë. Okej, unë po m'bjen shumë keq Për gjithë ata ndoshta qikus si ti janë shumë Për shkak që 157 veç të Instagrami jem janë Përshëndetje nga krejt vendet e mundshme vëmdoket Qoftë Kosovës, qoftë edhe diasporës që cilë na përshëndetin Faleminderit shumë se cilit prej juve që shkruani, komentoni, e di që ndoshta me janis mi lezu se cilin, po mundona diçka për shembull. Përshëndetje për të dytë, pyete në gjatin, a kish knu rap najhere? Kisha knu, po nuk di, s'di me knu rap. A kënon ti? Po m'jam si ashti. Jam si është. A do të ma plëcën dëshirën e Mzia në gjati me ardhë në verën tjetër, se po më njerë po shkrujnë edhe po më kalojnë. Me siguru 2016. Verës, po, në 2016 për 2015 në verës me kënu ku ke bre, ku po shpejt po ikin. Përshëndetje për motër e vëllat, dytë janë të mrekullueshëm, përshëndetje nga Vushtia Lavre, Mzia, për duket shumë mirë, komplimente.
përshëndetje që në mëzi që... Lapa, lezësh vesh mira, ta ka në i kushi për nga thot në i sendi shka. Hajtë edhe ato të qia ti pranuj. Edhe kritikat, krejt mirë, mu konë 500 komente mira, ashtë tina i njo, ha? Vallon që në mëzi të këshyrim edhe vetë, këshyre tash, a mundesh me këshyra i sen, që këshyre, që tash, ta mund që ase që, gjatë gjithë kohës dhe me thonë. Përshëndetje nga Gjakova, në puqa nga kanë qu. Presheva, krejt gjitha mendet. Përshëndetje nga Ulqini, faleminderit Ulqini, është du me cek diçka seriozisht, sa kënojmë për vitin e ri, kemi prej Ulqinit shumë musafirë. Vinë prej Ulqinit dhe prej Shqipërisë kemi shumë musafirë ku kënojmë për vitin e ri, apo në imramje që organizojmë, edhe në Shqipëri që kemi qenë që tashme në imramje, kemi musafirë pa, shumë ka njerës. Kështu që është kënaqësi dhe me tonë kur janë për Sicilin. Edhe është që di qysh i kënojnë gjitha kongët me neve bashkë. Duhet, i din kongët, i njohin kongët, është lezet për kongëtarin, kur i kënën edhe publiku kongët e tua. 176 komente deri që tash janë këtu, përshëndetje për gjithë juve, përshëndetje nga Gjakova, përshëndetje nga Peja, përshëndetje nga kjo. S'kemi lonë venë, shpi bashku me kullë. Me lonë telefonin, nuk kena mundësi dhe me tonë për me ledzu së felim, falemderit shumë. Për neve, sinqerisht, kur shpërblehet puna jote, ne për kanë po e bëjmë punën, për qëtë popull, për qëta njerëz. Mos me dash njerëz dhe s'ki nevoj edhe që Unë ka kam më mundu. përmend shumë shpeshën dhe thëmë, dhe me thonë, edhe vazhdoj. Po mos t'ishin shikus, po mos t'ishin ata ndoshta që na përcjellin gjatë gjithë kohët, nesër nuk kishim qenë këtu ku jemi, nuk kishim pas mundësi të ekzistojmë ndoshta, po edhe në anën tjetër është e mire për bashkët. Ata për neve, na për ata. Na për ata, sinqerisht, labi mire tha dhe na për ata, unë për vetin ndoshta po e flasë sezonën e verës edhe tash dimni që filloj me dasmat, bukur shumë kemi, edhe tash pak klimat ftofte, pak është problem për kongëtarin. Mirë po, është knaqësi kur të thirin edhe unë me qëtë vllaun tema, me qëtë grupin muzikor të paleshëm, sinqerisht e japim maksimumin. Jo me thonë valla, hajt po shkojmë edhe po maksimumin për sytë ballit se mundojmë, sepse ndoshta 25 vjetë, 30 vjetë në atë familje nuk ka pas dasëm, s'ka pas gëzim familjarë. Edhe ma ka besu muë me vlaun e me në gjatin edhe unë e mundona maksimumin. Jo sot ma mire nesër hajse do t'a kaloj, as njëherë. Kështu që, kur po më thirin prapë për herën e dytë edhe kur po martojnë edhe djallin tjetër, atëherë për di që mirë kemi kalu, jënë do të knashëm. Që të merë shpejt e pova se nista mesazh të fala nga Belgjika, thuj që vëllau për duket ma mirë se motra. Majtë shqyqyr një komentar një. Qata lëzova. Remzia mirë, po dukesh mirë, po dukesh. Vlau ma i ri është. Nejse, na jemi regullu. Përshëndes qaj që më shkrujti për mu, kushke. Përmend ato që s'kam pas me vite dhe me thonë edhe nuk kam pas kur darsëm edhe fakt ju ka përgjith juve. Po, darsëma e bjen darsëmën gjithmonë. Dikush të shedhe, mirë ishte, shumë kalun mirë, kënun mirë, edhe kështu kuptohet që kur janë kërkesat ma hershme atëherë dije që kanë pa dikun mirë dhe po të pëlqenjë, ftojnë. Po i këthena pak kësaj ndoshta jetës juj private. Jetës juj private, po e thonë private, për shkak që nuk është asë gjithë private, se gjithë shka o thonë, gjithë shka është zvolue, gjithë shka keni poli, keni të regu gjitha, po. Qa që më të angazhum në anën tjetër, a i thëmija veç për rritën, thuja që janë rritë, ata në thëmi mo nuk mund është mi thonë, po në anën tjetër, e dojnë pak atë ledhatimin, e dojnë atë përgdheljen qoftë babës dhe qoftë edhe të nanës, dhe me thonë, në anën tjetër. E di që në gjatë të mungojnë shumicën e rasteve, sidomos sezonën e verës, ku jeni? Po, më thonë sezonën e verës, kemi angazhime aqë shumë, sa që me të vërtet ndodhë një javë ditë nuk isho fëmijin, po atë kohën e lirë, kur e ka mundohën me nda me ta, dhe me thonë, me familje, me fëmi. Edhe, ma vonë tana po mundohemi me kompenzu ato. Po, normal, kur kemi kohë të lirë, tani kompenzoj. Po mundohemi, po, jo, gjenë kohë, normal, edhe fëmijët e tonë, edhe bashkëshortja e këtij, edhe familjartë e kanë kuptu që kjo është punë e jona, si kur një punëtor që quhet mëngjes shkon
punon gjithë ditën edhe vjen mbrëmje në shtëpi dhe kjo është punë e jona. Mirë, po pak që është punë e natës është pak më e zërshme. Se pak lodhje, pak pa gjume, nuk është gjumi ditës si gjumi natës. Qaja pak për na mundon, pak ty e mu. A më duhet që ta qam la për shtypje? Kukua life, ja? Sot, që romë gjirimet që këna ndaj të i bone, që tha, kukua life, je, sot, po life, jena. Remzia, 216 komenteve që janë në Instagram, 218, 219. Kupëre, nuk po më jasë në me Jo, lexuar se s'ki po faj, ecë. po nuk ki faj. Adhe që po ecë. Okej, që kjo e fundit. Përshëndetje nga Kanada. Kanada, faleminderit shumë për shëndetje edhe për janës tonë këton. E di që shikus kemi... Kanadës në fakt i kemi mirë bërgj, nuk kemi shku asnjëherë. Edhe pse me kërkesat shumëta, nashta unë jam fajtore me qujt ashtu, pak për i kam mërzi udhëtimet e gjata fluturimet. Frigohet në aeroplan, frigohet shumë. Po e din këni që... E din lomi. Që ta është punë në aeroplanit, që ta është punë. E kam edhe një shok që atje që s'ka kush që qëtë në aeroplan. Po nuk është diçka tragjike, po që unë e ka një hera di hajtë udhëtimet e gjata për refuzoj edhe sinqerisht e kemi me të bërgjë njerëzve në Kanadë. Nuk kemi shku edhe pse kemi kërkesat shumëta, po shpresoj me një tardhme të shpejt edhe dhe të shkojmë edhe në Kanadë. Unë e di që ajo friga aeroplanit nuk është veç të Remzia, po është edhe të disa tjerë, dhe me thonë, e si të mos të kuna vjen më ullëtu, e di që kur vjen muna, jena shumë happy kështu, dhe me thonë, aty në për jashtë, aty sa njën puna me i në aeroplanit. Po, si t'hysh mrena, shilën dyrët e pa. Ka mundësimës me pojnë mo, kry muna, më të pojnë, s'ka nevoj eqë. Okej, po du tash përpos kësaj pjesës dhe më thonë udhëtimeve të shumëta, vendeve të shumëta dhe më thonë, koncerteve, sidomos dhe më shumëta të cilat janë. Po, nostalgjia ndoshta për atë periudhën ma hershme. Koncertet që në organizu që keni qenë ekip edhe një shku me muj. A i sët nuk është diskoteka, është gjithë shka, po juve ndoshta se me këndrim që keni udhëtu në atë periudhë, se cili thët, nuk kthehet ajo. Kthehet ajo vang. Nështë unë kam qka me full ma tepër, po edhe në gjoti... Një herë më ka. Një herë. Me të vërtet, sot takomi se cili këqyrë punën e vetë, po ngute mika, po shkoj, s'kam ko. Për para s'kemi pas share me një autobus, ose me një kombi, ose jemi knaq, po shpesh herë ka njerë i thamë edhe bashortit, mërë mu shterke zani t'u kesh. Qatë shumë atmosferë, amo jemi knaq. Nështë nuk e kemi pas gjithë këtë punë që e kemi tash mirë, po jemi konë matë knaqër, s'ka pas telefona, s'ka pas Facebook, s'ka pas Instagram, si në konë këto, kemi pas veç muhabet, kafe, neje, shëqni, nuk kthejet ajo kohë. Unë shpesher ju thamë edhe këtyne edhe fëmive të mi, pasha zotin mëjnon, do këtë ma mirë na kena jetu. Ha? Kur ta këshysh... Tash po më duket që, po, ti komunikon me gjithë, amo je vetëm në shtëpi. Të në kohë je vetë, ti po komunikon fakt. Po na kemi nejt, jemi po, ndrysh është kërë e bani muhabet me njeri unë sy me sy. Ti ki krejt shpinë e ki musafir, po krejt me telefona ndorë. Këtë me telefon. Krejt me telefona Tash dhe me ndorë. boni një korp aty jashtë në koridor edhe dërzoni që tu kush djenë edhe mos s'ka telefon. Thashtë... Mas parin e gjatit. Shka. Mi a ndalë telefonit e? Ja, se Ja, s'ta përdori rejnë unë shumë shumë. Ma herët po Unë se pengoj ma tash. shumë disa njerëz dalin me pi kafe, kitë me telefona ndorë, po të ki dalin me pi kafe, rri me shoqni, bisedo. A di për para Për ashtu rri, pije kafen vetë edhe fol. Gjatë për para, edhe sot e kësaj dite është ajo ndoshta tradita familjare, fakt që si tulesh, vetesh dhe pa arta bakja, dhe më thënë pa ta prun na i langa, po diçka është i pamundshme. Sot nuset, plap telefonat me vetë. Shpërndoj keq musaferve edhe keq musaferve. Edhe kafën pijen telefon që aty. S'ka. Po se, o dali edhe jonë edhe figurat, plap ta qëtë filgjonin, që një kafe me Remzien, që të drejt për drejt, Remzien a komentu në like i ki që ta ashtin, like i ki ti. Jo, mu shpesher besa po më qesin një kafe të e pi dhe mek me Remzien, po ku jam unë në shpi për shoka njerë. Po hajtë, me boqe. Kresori ashtë me pi kafe me ty. Okej, unë e di që po i vim dhe me thonë fundit kësaj pjesët të emisionit edhe kësaj bisede, po kur të vim dhe të fundi, unë kjo veç
kanga dul me videoklip, unë e di se zakonisht edhe ju përgatiteni edhe për albumet live që i keni qoftë në gjati, qoftë Remzia, pastaj edhe albumet bashkë live që janë, pastaj shumë kongë, në anën tjetër Halili pret atona për me postu, diçka me qitë Halili besa, Halili e ka marrë një punë shumë serioze me kompaninë e vetë prominent, kove të fundit për i mbrën drejtat e tona, këgja mirë, prominenti, mirë, na ka stabilizu. E di që vazhdoni me punu. A keni mendu qka qysh tek? Se tash, ajo konga kur ta bjen, konga e bjen kongën. Si gjumi gjumin. Po, si dos me dos. Na që të kongë e përfundum, e kem tjetrën, e kem të gatshme, mirë po halas s'kemi hy me incizu vokalin, në një kongë shumë e mirë, edhe kjo e ka incizu një kongë, mirë po si kemi botu. Qashtu edhe unë jam një kongë vetë, nga një kongë vetë edhe një duet e kem, po mendojmë ma vonë pak se mos qesmi shumë kongë, album s'kemi bon si vjetë, jem të shku vetëm me kongë. Po mendoj me këto kongë të reja që kemi bon, do t'i bëjmë edhe disa kongë të reja, do t'a përmbledhem një album për në verë. Po mendojmë ashtu, mi përmbledh kongët edhe albumi me dal ka vera. Do të bëjmë edhe klipe tjera, mirë po ka dal, t'jemi shnosh, qaja kryesorja, po punojmë ka dal, jo shumë me vrull, jo mi më rri krejt, po sa mujmë, sa duhet me mujt një organizëm një person. Jo me teprue, sa s'mundesh. Se gjithmonë kur mundohesh sa s'mundesh, kime dështu diku, nuk kime mujt me dalë mirë, s'kime qeni sukses shumë gjithmonë. E kështu që taman. Taman. Po e lexoj mesazh merdh, kështu që përshëndetje juve la për emisionin tuaj, unë po mduke që të numër që po më thirë po du me publiku që tash, se zakonisht i publikoj numrat, 250, edhe të t'i gjuhën krejt shkus, ma sa ndej, ma mirë, se s'ka tjetër rrugdalje, i gjuhën shkus, krejt ka me një therën që të numër edhe. Përshëndetje juve la për emisionin tuaj të veçantë, përshëndetje gjithashtu për mysafirët tuaj, kolekt e nderuar, Remzien dhe Nëxhatin, që janë këngëtar dhe njerëz të mrekulluese. Me respekt Shaqir Cërvadiku nga Brukseli. Faleminderit shumë, përshëndetje edhe për Shaqin. Përshëndetje edhe edhe për Shaqa është një Shaqin. njeri mrekullueshëm, një njeri që kemi punu kohë gjatë me ta, me të vërtet e vlerësoj shumë, edhe veç i dëshiroj shëndet edhe të mira në familjen e tij. Blerim Shala nga Krusha e Madhe, përshëndetje yllin e Kosovës. Blerimi, Mundësisht një storje të këngës letën nga Burgu. Blerimin e përshëndesni edhe na, është një këngëtar i rrethit Prizrenit, është një këngëtar i mirë, mirë po është një fans shumë i madh një herë i imi, edhe i Shaqës, po ashtu edhe i Nëxhatit. Edhe kështu që përshëndesim shumë, edhe nuk du mi me dë bërgjë lap të lutem, du me përshëndet një zoj nga Korça, Liliana. Liliana, se gjithmonë thot po del televizion, as njerës me përshëndetet. Gjithë dit më thirë me telefon, si je, po të kam pa me këtë postal, po të kam pa këtë kongë. E kam bërgjë me përshëndet se kush ma te përsa jo nuk e përcjell karierën time, kongën time. Edhe gjdo gazet që shkruan për mu, gjdo intervjist që e kam, ajo i ka trujtuna. Në që se du në diçka që s'kom pa për veti, veç me thirë Lilianën edhe Lilianën nga Korça, edhe i përshëndes edhe kërçovarët, përgjësi se jam habit që po e ndëgjojnë kongën se në Korçë me ndëgju konga popullore, sidomos konga kosovare, është pak ma problem. E kështu që jam habit që kam fansë ndoshta ma të madhën thuaja nga Korça. Liliana Piluri. E përshëndetet i Korçën, por unë duhet një përshëndetet madhe edhe për gjithë shikuesit në Shqipëri, për shkak që unë nuk e kam besu edhe nuk ma kam marrë mendja që emisionin i Kafe me Labin shikohet aqë shumë, dhe më thonë, sidomos në pjesën e Shkodrës, Si pak pa ardhën tregoj Fatma që na njeh gjithve. Tha, keni me dalë të Labi, tha po ju pres. Jam jetonit, përshëndes shumë nga Prizreni, nëse bën, po ashtu edhe mësafirit. Faleminderit shumë jetën, kështu që faleminderit gjithë juve që na keni shkruar deri këto momente, faleminderit gjithë juve që na shkruani, na komentoni, na bëni pyetje. Kritikat mirat këqija, si do qoftë janë të mirësorë. Si do që tjetë duhet pa tjetër edhe një herë,
e pa mundshme, kërkoj shumë falje për gjithë ju që jeni në Instagram, 313 pyetje mu përgjigj, po më janë shumë keq edhe aq më keqja se Instagrami nuk të lën për mu ndal, po gjithmonë veç vazhdojmë. Kështu që lap të lutem, një përshëndetje të veçantë për Remzinë dhe Gjatin. Ishin në Suedi me 28 nëntonin, i kanë dhënë frymëzim edhe energji shqiptarëve të Suedisë, me respekt të veçantë për Remzinë dhe në Gjatin. Speciala lap ty nga Robert Hoti. Faleminderit shumë, përshëndetje edhe ty. Përshëndetje për Robertin, për gjithë ata që po na shkruajnë. Faleminderit shumë. Kënaqësi Lavi, kënaqësi. Kënaqësi është, sidomos kur ke atë shumë që e dojnë këngën tënde, por për fund kështu në Gjati pakës më herët tha që zakonisht bashkëshorti edhe kur dalë edhe thotë vjo veshë këta, bëne këta, pyetje të shumta edhe ka pas Remzia gjithmonë duket bukur, kush kujdeset për të. Oh, valla lab, vetvetja. Vetvetja ime personale. Po mundohem, lab, kam do kreatore që kujdesen për mu, po ma shumë vetë po sakrifikoj, po duhet vetë tu i përcjell pak katalogët, pak po na mëson Facebooku, pak interneti po shumë i gjona dhe kështu që po mundohemi, pak me vështirësi, me u kompletu edhe gjithmonë më duk bukur, nga njëherë mendon që shumë e bukur është kjo veshje, mirë po në ekran nuk do këtë ashtu si qyshe mendon ti. Edhe nga njëherë kër e shohet vetën, o zot hiç po pëlqen, ku po i mirë bre fustani, po ka njerë s'del. Nga njëherë je ma thjesht e veshne, ma bukur ka me dal. Varet nga njëherë edhe qyshe, edhe kështu që po i them publiku se gjithmonë nuk mundesh me qenë perfekt, sepse mendon që je bukur, mirë po s'duket ashtu qyshe shes syni. Skender Ismaili, përshëndetje ty labet dhe gjithashtu edhe gjithë ata cilët janë bashkë me ju, por në anën tjetër edhe Remzien edhe në Gjatin shumë. Numëri e një... Numëri jam është, okej, o po. Blerim ati ma të ngrojsh, blerimi ku ako të ma të ngru. Blerim kështë ka ta publika, jemi ti shumë qafë krejt. Se më tërshë, së qënë mesaj, ma më thirën, në visë tjetër. Osja ke ledzu mesajë. Okej, kur jemi tek orkestra komplet, unë kësaj jemi bashkë, unë e di që një pjesë të madhe edhe të anën tjetër, kështu që po e përshëndes një bashkëvendase temen edhe ndështë edhe pjesë e juja është Shanka të dua. Shanka të dua e di që... Po, këta dy djemët janë... Po? Djemët e... Po, e kunatit Shankës. E di, kështu që janë... Pen Stafajt. Familje Stafa, që ata e përshëndete edhe në anën tjetër Shankën prej emisionit Një Kafe me Labin. E di që zakonisht është bashkë me mu të djeleve. Unë për falenderoj që të katërve për gjitha të rrugë që i keni marrë sot që t'jeni një djele, ndështë ju ka ra me pushu të shpeja, këtë djele e keni japë për shikuesit e emisionit Një Kafe me Labin, personalisht për Labin, e besoj dhe uroj që kena mu pa për të mira erave tjera. Në gjatë, unë po të uroj gjitha të mirat pa që shnet e pastaj suksesin e gjitha tjerat ashin bashkë me ty. Faleminderit shumë Lab. Po një shkëllon të roj dhe përshëndes të gjithë të leshikuesit. Ju roj këto fund vitit, pra festat e fund vitit, gjithëve. Faleminderit shumë. Kurse, Remzis, unë më përthëm, nuk po të përshëndes kështu ta mo që shduhet, pse kime përshëndetë me këngët e tuja për fund, ku duhet të transmitosh ju të japësh publikut edhe një 3 kënga. Pa tjetër, falemderit edhe njëherë Labi për ftesën, gëzuar këtë vit që përna vje viti i ri, gëzuar gjithë shqiptarve ku do që janë që kemi shëndet e të mira, unë po të qohem pa pritu se e di që kanë dëshirë me nga vequ. Deri sot, sa herë këna bo gëzuar viti i ri? Që një javë ditja këna një gëzuar viti i ri, gëzuar viti i ri. Gëzuar inshallah me të mira na heq. Jo për shikus, më na në më zvetit të zonë, se viti i ri në më na vjen shumë herë të investojmë. Me emisionet tona. Edhe në gjatë, unë kom pas knatësin, që kom pasot në kuadrët e emisionit Një Kafe me Labin, e di që na kena mu pa edhe në tarmen, me projekte të reja, qofte edhe me orkestrë, me muzikë live, 100% këtu të emisionin Një Kafe me Labin.
Ju priftën bara paqet fatë dhe paqet suksese. Në anën tjetër për ju shikues të radio televizionit 21, Remzi Osmani vjen tani këto momente me 3 këngë të fundit saj për këtë pjesës partë të emisionit Një kafe me labin. Me njëre pas këngëve të Remzies shkoj me blokun e partë marketingut, pas marketingut kthehem me diçka tjetër këtu tek emisioni Një kafe me labin. Juve mbetet veç të jeni bashkë me ne. Kush ma mori fatin e tim, apo unë pas kam gabuar, në fatin e huj jam dashur. Sa të dua të durej, kur s'ma the se i martuar.
kalni kodrat, ku po bin lodrat. Kalni kodrat, ku po bin lodrat. Lodrat u pushoj, djalin e martoj. Lodrat u pushoj.